Në sheshin Nën Tereza në Vau Ideës është zhvilluar këtë enjtë aktiviteti ditë e hapur në kuadër të fushatës së rekrutimit në Forcat Armatosura të Shqipërisë. Të pranishëm ishin përfaqësues të institucione vendore dhe qytetar të shumtë, ndërsa aktiviteti synonte informimin dhe afrimin të rinjve me mundësitë që ofron ushtria. Prefekta e Qarkut Shkodër Holda Duda theksoi rëndësinë e përfshirjes të rinjve në Forcat Armatosura, duke cilësuar atë si një mundësi për zhvillimin profesional, disiplinë dhe kontribut ndaj vendit. Është një mundësi shumë e mirë për gjithë të rinjt, të cilët e dëshirojnë që t'i bashkohen rradhëve të ushtrisë. Është një mundësi shumë e mirë për pa nga afër, për kushtimin, profesionalizmin, dinjitetin që përfaqëson ky profesion, ky mision, më mirë të them, që është një mision në ofrimin e sigurisë së vendit. Respekt për dignitetin e çdo ushtaraku që vë veten në dispozicion të garantimit të sigurisë të vendit. Një thirrje për gjithë të rinjt, të cilët ta shohin mundësimin e rekrutimit në radhët e ushtrisë si një mundësi shumë të mirë për të ardhmen e tyre, një mundësi qoftë për formimin e tyre akademik, por qoftë edhe për formimin e tyre profesional dhe për në daljen në jetë shumë të sigurt. Të rinjt u njohen nga afër me kushte, trajnime dhe mundësi që ofron karriera ushtarake. Sot, unë erdha në këtë panel për të parë se si funksionojnë forcat ajrore, detare dhe raporti ushtarak. Unë si nxënëse nuk e shoh vetëm si një profesion detyrat patriotike, por edhe si një punë për të ardhmen. Këto detyra patriotike gjithmonë janë parë nga synimi që është punë për meshkuj, por pse jo dhe vajzat të kenë një mundësi për të arritur qëllimin e tyre. Kam dëshirë të bëhem ushtare në të ardhmen time. Kjo më shërben mua si një mision shumë të pastër edhe në mision shumë fantastik, për arsye se unë kam qejf, për arsye se unë nuk pash domethënë të gjitha ato që ishin këtu, ishin të gjitha shumë të mrekullueshme, se si bëheshin reportet ushtarake toksore, detare dhe ajrore. Na kanë shpjeguar se si përdoren këto mjetet e vetmbrojtjes dhe ishte një eksperiencë shumë e bukur dhe unë mësova shumë. Ke vetëm ndoshta antarmen tek Forcat Armatosura, ke pasion si është? Nuk e kam menduar, por ndoshta mund të jetë një mundësi. Aktivitetet e tilla pritet të vijojnë dhe në qytete të tjera.